Se adhurimet që ne i bëjmë, mos të mendojmë që me to e fitojmë xhenetin. Nuk fitohet xheneti me adhurimet veprat tona. Sidomos për faktin që vetë këto adhurime janë mirësi prej Allahut, që kërkojnë falënderim tjetër. E falënderimi tjetër kërkon falënderim tjetër, pra me adhurimet e tua e nuk fitohet xheneti. Sidomos domethënë kur këto adhurime pastaj preken pi tmetave, pi mangësive, qoftë si faqësi, qoftë domethënë se ke bos formën ashtu që shkërkohet, pra me përulje, edhe tjera, domethënë që i paksojnë, i mangësojnë, ndoshta edhe ja zgjesojnë këto adhurime ose këto vepra të mira. Prandaj pra në ditën e Kiametit, nëse nuk janë sprova, na dalim të falimentum, që kanë thënë pra selefi. Për arsye se vetëm për mirësinë e shikimit që na ka dhënë Allahu, nuk mundum, edhe nëse ton jetën e mojna kryesisht dhe me falëndrum Allahun. Prandaj vijnë këto sprova dhe na i shlyjnë gjunat, në anën tjetër kemi gjunat shumëta, që i bojna për ditë. Vijnë këto sprova dhe na i shlyjnë gjunat, edhe dalim të pastër para Allahut subhanahu wa taala, për shkak të këtyre sprova dhe pastaj na përfshin mëshira e Allahut dhe fitojna me mëshirën e tij e fitojna xhenet. Kështu që kur mos u mërzit, pse sprova po zgjatet ose domethënë nuk po kalon. Se gjithë sprova është gjithmonë hajër për musliman, për besimtarin. Alhamdulillah që Allah subhanahu wa taala ka bërë musliman, edhe përfitojnë për sprovat tona. Të tjerë, domethënë edhe sprovohen, edhe nuk përfitojnë asgjë për sprovat. Përkundër sprova bëhet shkak që ndoshta më shumë mu zhyt në kufër, në mosbesim, në mohim, edhe mendim të keq negativ për Allahun, për Zotin e kështu me radhë. Kurse neve Allah subhanahu wa taala përmes këtyre sprovave pra si musliman, si besimtar, pra që është shpjeguar deri tash na ka nderu që më shlyj gjunat, më ngri shkallën e xhenet e kështu me radhë. Dhe dije domethënë që njëri më i sprovuar është njëri më i dashur te Allahut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai është kanë sprovuar më shumë se sa ti. Edhe ka qenë krijesa më e dashur te Allahu. Askush nuk u sprovu sikur se pejgamberi. Megjithatë Allahu të sprovave, Allah ka sprovu. Megjithatë ai gjithmonë ka qenë pra fytyrë të qelur, me çehre të mirë, i thonë sahabët sa ku po pranon ka buzëqish. Ka po sahabët që e përmend. Në anën tjetër ka qenë njeriu më i sprovuar, nga sa e ka ditë realitetin e kësaj bote. Edhe ka ditë pra drejtën hakun Allahut ndaj tij. Për këtë arsye pra këto sprova nuk i ka marrë që mi ngushtu shpirti ose gjokësi ose zemra, dhe me thonë pse u sprovova, pse është mirë, po dohoni ka prit me krahëror të hapur, ka se ka dinë që këto sprova pra ka vetëm hajër dhe mirësi.